Sehri i ndarjes. Me nda të dashërin për dashërës. Vllahun për vllahës, babën për nonës, burrin për gruas e kështu me radhë. Argument për këtë lloj të sehrit ka thënë Allah subhanahu wa taala فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ka thonë edhe ata ja ka mësuar njerëzve një lloj të sehrit që ka mundësi me nda burrin pi gruas. Që ka mundësi me nda burrin pi gruas. Kjo është argument pi ajetit pi Kuranit se sehri ka mundësi me nda njëri pi njërit. Kurse në hadithin që transmeton Jabir ibn Abdullah thotë se pejgamberi ka thonë inne iblis yada arshahu alal ma'i thumma yab'ath sarayahu. Ka thonë iblisi e ka vendos ulsen e tij në mbi ujë. E pastaj pi atyet i dërgon shejtanat e vet. I dërgon për me kry punë. Thot fa adnahum minhum manzilatan a'zamu fitna. Thot mas pakti më i vogli shejtan te iblisi që është më i madh te ajo që ka bën fitnë. Do mas larti pe iblisi që është ushtari më i vogël te ajo ka mundësi me bë shumë fitnë. Thot yaji ahaduhum fa yaqul fa'altu kadha wa kadha. Shkon një ndër shejtanave i thot iblisit do ne kum bë filan punën dhe filan punën. Ka thon s'ki bë kur gjë ti. Vjen tjetri i thot e kum bë filan punën, ka thon s'ki bë kur gjë ti. E kur vjen një ndër për shejtanave, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e i thot atina kum bë fitnë, kum bë sprova njerëzve derisa e kum do burrin pi gruas. Ka thon hajde ti e këtu afër meje. On iblisi nuk është i kënaqur me asnjë punë më të madhe se sa kur të don burri, kur të don shejtani burrin pi gruas. Edhe kjo është argument se sehri ka mundësi me do burrin pi gruas. Llojet e këtij lloj të sehrit, edhe ky lloj sehri i ndamjes është disa lloje. Lloji i parë është me do burrin pi gruas apo gruan pi burrit. E dyta ka mundësi me do nonën pi fëmijëve të vet, pi djemve ose pi vajzave sajna. Ka mundësi me do babën pi fëmijëve ose pi vajzave. Ka mundësi me do vllau pi vllaut. Mos me fol me vjet, ku ka raste 15 vjet, 16 vjet s'fol vllau me vllau. Te na thon grati kanë fajet. Grati kanë fajet. Po edhe në shka bo akia ki hangër në shka. A ki pina i seher. Se s'ka mundësi gruja me kon shkaktare, mu do vllau pi vlaut. S'ka mundësi, veç në kof shajtana e vet. Qka s'ndodh? Mi për shumicën rase është shkak i sehrit. Tash a është shkaktar gruja në njëri pi aty në vllaznive mi apo sehrin. Vllaut, që me urrejt vllaun tjetër ajo është tjetër çështje. Unë kush ja ka bë sehrin. Mi po ka mundësi sehri me do vllaun pi vllaut apo vllaun pi motrës. Ose ka mundësi me ndo shokun pi shokut. Qyshe, ose dy kolegë mes tyne. Ose dy biznesmenat, për shembull. Dy musliman ja fillojnë një biznes ortak. Njëndi ishte 10.000 euro, ki tjetri 10.000 euro. Shkon 2 muaj dit, e shek kërsh bon me zveti. Pa arsye. Pa asnjë arsye. Ka mundsi dikush i ka bërë serë dhe i ndon këta dy. Por mos mi shku biznesi më bashk. Ose ka mundsi me bërë serë për me bërë fetnë mes fëmijëve. Mes kojshive. Cilat janë simptomet e këtij lloji sehre? Simptomi i parë, e që është më kryesori, është ndryshimi i gjendjes. Ndryshimi i gjendjes 360 shkallë. Do të thonë prej dashurisë në urrëtie. E sheh që e kanë kalu shumë mirë ata, për 1 ditë, 2 ditë, mbrana javës ka kalu që ajo dashni në urrëtie. Don kjo është simptom që ata dy i ka bërë dikush seher. Simptomi i dytë është problemet që i kanë ata mes tyne, janë probleme të thjeshta. Çka nëse dikush i nin kesh me ta. Nëse dikush i nin që për këto probleme janë kap ata, atëherë s'kesh me ta. Don janë probleme shumë të thjeshta. Simptomi i tretë
është urrëtia e çdo fjale apo çdo vepre që e bën personi i kundërt. Për shembull, deri tash gruan e ka dorë shumë, tash me thon ajo, o zemra u lodhe, thot kur më pithuti zemër, edhe që boksa ti, edhe mirë mi fol, i duket keq. Ose shokun, non ku jebe jaran. Do te mos më thuti jaran se unë jam rrethori joti. Don këtë senet e mira i duken të këqija. Simptomi tjetër që ka mundësi me ndodh të disa persona është me pa shokun e vet në formën e keqe. Në formë shëmtume. Ose e shë thotë qërë gjithëm qyrë më rëllët. Kur së më kesh? E kështu me radhë. Do në këto e në disa simptome që ka janë do në të këti lojit të sehret. Loj dytë i sehret është loj i kundërt i këti lojit. është sehri dashuris. Argument për këtë loj të sehret ka thonë Abdullah ibn Masudi se e ka ndëgju për janë duke thonë inne ruqa wa të maim wa të tiwele të shirk. Ka thonë me të vërtet rukje janë fjallë të sehret që ka i thonë hajmalijat edhe tiwele tar do të cekim janë shirk. Ka thonë Ibn al-Athiri ka thonë e tiwele është një lloj i sehrit që ka shtin me dasht njëndi tjetrin. Është një lloj i sehrit që ka shtin me dasht njëndi tjetrin. Ose shtin me dasht burri gruan, ose gruaja burrin, ose shoku shokun e kështu me radhë. Don kjo është argument për hadithet që ka mundësi me ndodh kjo lloj i sehrit. Cilat janë llojet e këtij sehrit? Është lloji i parë që ka ndodhur te na e terrenia mas shumëti. Shkon njëndi me nal në i femën të gjahilat, edhe s'pranën e me kalu me të. Don, femëna s'pranën me kalu me kitë moshkull, ose kundërta. Ky moshkull se dënat femën. Shkon të serbozë, ja çon një fotografi, një tesh tina, një flok tina, thoj tina, ashtu me radhë çka i don haletet serbozit, edhe ja bën serrin. E she, jo që ky do të më shku mas tina, mas sajna. Ose kjo femna me shku mas tina, i shkon të shpia, e lut. Pi urrëtis shkon dashni. Ose dy bashort nuk e çojnë mirë, shkon i bën serrë dhe ja nisin ata lule me çu. E she ti dedja i ka i daja gruz, tash e she edhe kom t'ja lan. Pse? Lloj serret. Ose kom më thimë shtime dash, shokun, aso farafisin e kështu me radhë. Cilat janë simptomet e këtij lloji sehrit? Simptomi i parë i kryesorit çka është ndryshimi i menjëhershëm i gjendjes, pe urrëties në dashni. Deri dia e ka urrejt, sot më njëherë tu e dorë se tu e dhon shpirtin për të. E dyta, mos me pas asnjë problem. Edhe nëse ndodhin sene të mëdha mes tyre, i duket e vogël. Qysh kështu? Për shembull, ka moshkull, gruaja i shkon tranzit në ikon. I shkon me tjerë. Kjo është tani madh. Ky merr vesh edhe i duket kur gjëj. Edhe i thot a u lodhe gru. Edhe problemet e mëdha si duken kur gjë. I duken të vogla. Pse se shejtani e ka bllokuar zemrën e tina me dash gruan dhe mos me pa kur gjë para vete. Ose mja pa problemet e shokut, i bën ai problem shumë të madh që i shkakton dëm në fejen e tina, në familjen e tina, kështu me radhë dhe atina si interesant. Një ngjarje që e thot Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman el-Gjibrini. Thot, ka qenë një gru që ka pas probleme me burr. Edhe një dit, tash kjo gruaja ka kallzu ngjarjen. Thot një dit ka ardhur një pi farefisit tem, një grua e vjetër. Edhe më tha çish pe kalon veti, çish pe kalon me burrin? Tha vallai kur çish, s'pe kaloj mirë. Ka thonë kështu ta bion në tjetër herë, diçka veç i jep me hongër,